sikur intraneti i qeverisë mund të... Po, a janë ditë që të sene, para prakisht, është dashur me ditë KQZ-ja që s'ka infrastrukturë, shtrirje, kabla, çdo që ka nevojë për t'i rregullu sallat sportive i kanë caktuar vetë si qendra komunale të numërimit. Këtu tash bëm realist, as platforma e këtyne zgjedhjeve lokale nuk është perfekte. Ka probleme në ato. Mirë po, problemet që i vrejmë ne si njerëzit teknologjisë me ata që e shohin si platformë si njerëzit të është ndryshe. Për një sytë pa trajnuar, platforma duket mirë, duket si funksion. Ka të lashët e vetë. Po, tash sa i përket platformës online e thatë që është shumë më mirë se sa në muajin shkurt ku procesi sidomos në natën e parë pati probleme platforma, por pastaj edhe më tej kemi diskutuar edhe gjatë muajit shkurt për problemet që janë has, do të thotë i ka marrë mësimet e duhura, KQZ-ja dhe këshillat që kanë derivu pas nën shkurtit. E vërtet. Sa përket asaj çështjeve të internetit, normal që kanë ditë, normal që atë shihet që ka dështu planifikimi i infrastrukturës, dihet se votimi edhe procesi elektoral është bën pjesë në infrastrukturën kritike dhe gjithë ato salla përveç o desh më të stulin e internetit të tyne, o desh me pasë lidhje backup ose 2-3 lidhje të internetit providerëve ndryshëm, që nëse njëra bjen në mënyrë automatike të kalojnë në lidhjen e tjetër në internetit. Tash na po flasim një periudhë ku kem përveç provider kablor, që janë providerët EPCO, Vala, Kujtesa e shumë tjerë, tash kemi edhe provider satelitor, Starlink. Kemi Starlinkun, po. Po. Kjo është infrastrukturë kritike, këtu nuk u zëmë me dështu. Unë se kësha qenë pjesë e ati planifikimit e kësha planifiku si backup linja dhe Starlink, se krejt e shkohen ajo të kushtan. Nërma që është ma akadashme, nuk është ma shpesë sa lidhe për mes kabla mirë, po edhe ajo e shkon plani i fundit që nuk e kish lanë me dështu një linjë nga një qendër e caktuar. Po parasysh është një qytet, apo ndonjë katon krejt atje në skajet e kufitarët shumë qartë. Kërije kablore së qatë. Përtaj falenderit shumë që gjithë e kotin kuadrosh kompas. Falenderit dhe juve, gjithë mirë. Falenderit, Gashi e ke përcjellë edhe në shkurt dhe tash procesin e numërimit shumë shkurtimisht para se të kalojmë të çështjet e tjera politike. KQZ-ja ende nuk është e përgatitur në atë aspektin logjistik. Mungojnë sot kanë munguar në shumë qendra funksionimi kamerave e një kohë rrjetit. Domthon KQZ-ja është e vëdeshme që aspekti logjistik duhet përgatitur disa ditë dhe testohet jo në ditën kur fillojnë numërimi i votave, e kjo është ka ndodhur sot, domthon me 10 minuta është vonuar, e kjo është pakujdesia, papërgjegjësia e tyre. Me pas në një procedurë, do të mundje ka qa me procedurat administrative. I kemi edhe një 3-4 komuna me rëndësi, po ballotazhin që shëshinit, ashtë Tahiri versus Peci. Të shi, ajo që ka qenë interesante, ka qenë raundi i parë.